Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me Dr. Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Sonte do të flasim për laparoskopinë, një metodë moderne e cila ka transformuar kirurgjinë nga operacionet të përditshme siç janë ato të tëmthit, deri te ndërhyrjet për trajtimin e kancereve dhe të obezitetit. Pra, laparoskopia sot është bërë standard në kirurgjinë dhe mjekësinë bashkëkohore. Po, a është gjithmonë zgjedhja më e mirë? Sa është e sigurt, kur dhe si bëhet dhe çfarë përfitimesh sjell për pacientin? Po ashtu, sonte do të mësojmë se sa është avancuar kjo metodë te ne dhe çfarë ardhme e pret kirurgji në vitet të cilat i kemi para nesh. Për të folur për këto tema, ne sonte kemi ftuar në studio Dr. Sabahattin Bytyqin, kirurg i përgjithshëm. Mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhët në emision, doktor. Mirëmbrëma, faleminderit edhe për juve, edhe për emisionin që keni organizuar për këtë temë. Doktor, tema kryesore do të jetë laparoskopia, ju jeni të partë, nëse unë nuk jam gabim, ju tani më përmisoni në Kosovë që keni fillu me laparoskopi dhe na tregoni pak a shumë kur ka qenë, si vendosët ju më marrë me këtë lloj shërbimi. Laparoskopia është një ndërhyrje kirurgjike minimale invazive. Kjo është një përkufizim i kësaj metode, është shumë avancuar se sa kirurgjia e përgjithshme, domethënë e hapur. Ka filluar që në vitin 1990 parafërsisht, kur nuk ka qenë e ekspozuar, po ashtu disa fillestar kanë filluar të punojnë ndoshta në kushte shumë më të jo sikur sot që i kemi, në kushte kaq tjera duke në formë eksperimentale, kanë pasë që ekziston mundësia më punu me një metodë, më thonë kështu, minimale invazive, dhe aty ka fillet, ndërsa teknologjia ka vazhduar t'i plotësoj ato bëshllëqet që cilat i ka përcjell kjo dhe prej 95 se tutje ka qenë, domethënë është praktikuar në qendrat e mëdha të Evropës. Gjatë specializimit në Beograd, ata kanë filluar dikun rreth 97, që s'po m'duket, 96-97, me pajisjet dhe me instrumente një përdorim shebile. Në 97 kom kry kursin bazik, edhe domethënë pjesën teorike, dikur edhe 3-4 ditë kanë zgjatë ato ligjërata, edhe pjesa praktike që ka zgatë afër një vit, domethënë deri në fund të 98-shës. Edhe pse këtu ishin ato zhvillimet e luftës, ato u deshke me gjetë kohë më shku me i pa intervenimet, edhe me marr pjesë, edhe me kry atë pjesën që u deshke me kry për me certifiku. Domethënë në fund të 98-shës, edhe për shkak të këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur, u desh me përfundu faktikisht atë kursin praktik me insistimin e tyre, që të mos ndodhë diçka keqe. Mirë po këtu as që bëj fjalë të fillohej me njëherë pas luftës, filloj lufta, po pas luftës laparoskopinë e kemi fillu me donacion të 2 kompanive, firma Gimi edhe një kompani tjetër zvicerane, që të dyja bashkë kanë marrë pjesë, një kompani Top Care. Dhe në Solën, dhe më thonë, tek në 2001. Në vitin 2000, në fakt e kanë pru aparaturën laparoskopike, mirë po mungon të vetëm një instrument, një port, që në atë kohë s'kishte as ku me gjetë pjesën tjetër, kështu që u desh me prit edhe 6 muaj derisa jam kthy prej kursit praktik faktikisht, derisa të kompletohet aparatura në Modena të Italisë, kur jam kthy kam marrë mjaft instrumente që kanë qenë një përdorimshme, por sa për me fillu punën e aty nuk ka pas të lashe.
Do më thona në prill të 2001 kemë fillu punën si të pavarur. 25 vjet tani. Ashtu, 25 vjet. Tek ne nuk kem pas ndonjë tjetër që është marrë me laparoskopi që të na mësoj neve. Ndërkohë që në Prishtinë kanë qenë një shoqat arabe që ka sjell aparaturën një vit më herët, mirë, po një vit e gjysmë gati ai ka udhëheq punën edhe tek ma vonë ata kanë filluar të punojnë të pavarur. Doktor, deshta të bisedojmë pak për dallimet mes laparoskopisë dhe kirurgjisë tradicionale apo kirurgjisë hapur, si quhet, për arsye se e tham, në fakt e thatë jo që tek 2001 kanë filluar shërbimet e para që i takon kësaj metode, dhe atëherë janë përdorur metodat tradicionale klasike. Na tregoni pak për dallimet kryesore dhe cilat janë përfitimet e njërës ose tjetrës. Kirurgjia tradicionale ose kirurgjia e hapur zbatohet ende, me qenë se në krahasim me shtete tjera tek ne ende punohet. Nuk i kemi ato kushte që i kanë ata. Kanë përparu ma tepër, edhe janë avancu shumë, ka gjetë vend edhe në fushat e tjera, jo vetëm në kirurgjinë abdominale, po edhe në fushat tjera, toraksi për shembull, bile edhe truri punohet me laparoskopi. Punohen unazat, punohen gjitha. Prandaj ginekologjia sidomos, urologjia, të gjitha punohen me laparoskopi ose endolaparoskopi. Do më thonë ka gjetë një shtrirje shumë të gjerë në krahasim me trevat tona që ende po duhet me i përcjell, sepse nuk më varet krejt vetëm prej dëshirës, po më varet edhe prej kushteve tona që më pajis me ato pajisje të reja që i përkasin laparoskopisë, edhe trajnimi i mirëfillt i stafit, se nuk mjafton vetëm një person me u trajnu. Kështu që dallimi mes këtyre të dyjave është mjaft i madh. Përparësia që ka laparoskopia është evidente faktikisht se përndryshe nuk kishin kalu investimet në këtë drejtim. Pacienti nuk ka nevojë të hapet i tërë barku, do më thonë që hapet në formë klasike, po kryet përmes disa shpurjeve edhe për cilët puna operative përmes kamerës dhe monitorit të cilin e kanë në dispozicion edhe asistentat. Do më thonë, asnjë pamje e vogël nuk humbet nga shiqimi. Çka do që ndodh, të gjithë e shohin. Doktor, ju për metodën do të fletni se keni sjellë disa video, edhe pak ma sakt, edhe ma gjërë në këtë aspekt. Deshta ta bëjnë një koment më shumë se sa një pyetje. Përmendet që ju me vetë iniciativën e ju i një shku në sporin në Beograd ku nuk ka qenë lehtë të udhëtohet as të qëndrohet atje për shkak të zhvillimeve që kanë ndodhur edhe te ne. Edhe mandej një shku po ashtu në Itali, edhe i keni sjell pjesë e para të atij aparatit. Sot 25 vjet më vonë, ne akoma flasim për mos trajnimet mjaftueshme të stafit dhe mos furnizime me pajisje të domosdoshme, të cilat do të kishin qëllim ofrime të shërbime kvalitative të ndaj pacientëve. Kur bën gjitha këto investime në renovime, Spitali Gjakovës, qendra kryesore mjekësisë familjare me objektet e saj, investohen çdo vjet gjithaj kapital për gjëra siç janë muret, ngjyrat e tjera. Unë nuk e di se si nuk gjenden parat mjaftueshme për trajnim të stafit dhe blerje të makinerisë, e cila është e domosdoshme edhe na mungon shumë. Doktor, e përmendet kamerën. Po. Do thot kamera është një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj metode. Na tregoni më shumë konkretisht çka bëni apo si zhvillohet ky shërbim me kamerë. Intervenimet laparoskopike të abdomenit
sigurisht që udhëheqen përmes ose përcillen përmes kamerës e cila futet në shumicën e rasteve në nivel të kërthizës. Ajo prezanton pamjen pastaj në monitor, që dikur i kemi pas të vegjël, dikur 12-14 inqa, s'kishte më të mëdhej, tash të janë deri në 32 inqa. Kanë dalë flet, këto domethënë teknologjia po e avancon edhe teknikën operative. Domethënë kjo është, ndërsa instrumentet tjera futen përmes portave, edhe ajo hapësira operative që duhet të sigurohet bëhet përmes gazit ose CO2-shit, që e ngrit murin e abdomenit, murin e barkut, edhe ka mjaft hapësirë për punë. Janë raste të ralla kur shpesh nuk mjafton, domethënë duhet me disa instrumente tjera me përcjellu intervenimin, por kjo është ajo baza e cila siguron fillimin edhe kryerjen e intervenimeve brenda abdomenit. Sigurimi i hapësirës punuese, domethënë ngritet muri i lartë, edhe mandej kamera që ka burimin e dritës edhe ndryshohet hapësira brendshme për të mundësuar punën operative. Beneficione, domethënë ajo përparësia e cila ekziston, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, zmadhimi i pamjes ose i fushës operative është deri 20 herë. Domethënë çdo element që shohim me sy gjatë punës në kirurgji klasike, këtu ki të rritun 10-20 herë, varësisht prej kamerës edhe monitorit. Është një përparësi shumë e madhe, sepse elementet e vogla këto të gjakut, sidomos enë të gjakut edhe enë biliare, ku ta diun, anatomia, shtresat ndryshe shifen me laparoskopi, ndryshe shihen në mënyrë klasike me sy të thjeshtë. Kjo është një avantazh shumë i madh, prandaj edhe ka gjetë vendin. Domethënë ata që dojnë me punu gjërat më të mëdha janë orientuar në atë drejtim. Sot operacionet shumë të mëdha që kanë qenë përpara të abdomenit, resekcionet e zorëve, të holla, reseksioni i zorës trashtit, do thotë të gjitha kanë gjetë vend dhe aplikon ndoshta edhe ma lehtë. Edhe ma lehtë për shkak se i ka përcjell teknologjia dhe ka aparatura speciale që e ndihmojnë këtë intervenim kirurgjik. Doktor, faleminderit. Në botë, brenda një viti realizohen rreth 350 milion intervenime kirurgjike, për të cilave 100 milion intervenime me laparoskop apo laparoskopike, përderisa në Kosovë, këto janë tash shifrat paravorte se kemi të sakta në Kosovë, rreth 8-12.000 intervenime kirurgjike bëhen me laparoskop. Na tregoni cilat janë ato ndërhyrjet më të zakonshme, të cilat bëhen te ne me laparoskop, dhe a kemi dallim me vende tjera në këtë aspekt? Ndoshta me përmbledh numrin e përgjithshëm të intervenimeve, kemi jetë shumë përpara në atë drejtim, se kemi punu shumë më herët, kemi filluar në krahasim me Spitalin Regional të Pejës ose të Prizrenit e qyteteve tjera. Po masi edhe ata kanë filluar, atëherë të gjithë jemi me një numër të besoj që është afër aty numri për ditë sotit po flas. Mirë, po në fillim është punu më të madhe, tash ka ra pak numri, nuk e di pse, ndoshta për shkak të hapjes këtu në klinikave private, dhe po shpërndahen pacientat, shpërndahet edhe numri edhe suksesi e gjitha. Për ndryshe ato 8.000 raste veç në Gjakovë janë punu, dhe tash. Po flas 8-12.000 punu në Gjakovë prej 2001-shit. Ja kuptoj. Kështu që sa punohet për çdo vjet është diçka tjetër. Është punu më të madhe. Ajo që ka punu deri tash është kryesisht holecista. Ndërhyrjet në tëm. Ndërhyrja kirurgjike, aty këtu apendiksin në disa raste, edhe në ginekologji ndoshta cistat e ovarit, që tash nuk e di i punojnë më, se s'kanë nuk e laparoskopi. Për ndryshe ka mjaft hapësirë në ginekologji të përdoret, po nuk po përdoret. Është ndoshta mungesa e vullnetit vetë kolegëve, që s'dojnë më orientuar në këtë drejtim, për ndryshe benefitet janë shumë të mëdha për një cist ovarit me uqel barku, s'është e pranueshme për ditë sodit, sidomos të vajzat e reja që edhe ato mujnë me pas këto telashe. Kështu që përveç
kushteve të cilat na i siguron shteti, duhet edhe vullneti personal me qenë bukur i madh. Bukur i madh për me avancu kit teknik operative që më të vërtet laparoskopia tash gati që ka po shkon edhe në atë fazën tjetër që është ka vazhdon hala më larg. Domethënë përveç zgjerimit fushës që përdoret jo vetëm holecista, po këtu kemë filluar edhe tumorët e kolonit, tumorët e tjera që kemë mujtë me gjetë, eksplorimet operative kanë mundësi më bëllë dhe janë kryo dhe të ne, kanë mundësi edhe operacionet që janë shumë të ndërlikuara, dhe më thonë, po në kushtet tona ende jemi në të fazën kur duhet që të dy palët të investojnë ma tepër. Edhe kuadri, edhe shteti ose klinikat private për më avancu. Për shembull është ai operacioni i resekcionit pankrasit, që është punu në klinikën në ÇKUK, domethënë i kanë punu mjek të ndryshëm në mënyrë klasike, po ajo punohet edhe me laparoskopi. Punohet në gjitha shtetet. Tek ne, hala. I njëjti aparat është? Po, s'ka lidhje aparati aty. Duhet trajnimi me qenë nivel për kushtimi se nuk sot përsikur kirurgjia e përgjithshme që nuk është e thënë që një kirurg duhet me i bëjë të gjitha operacionet. Ekzistojnë specializimet e veçanta për fusha më të ngushta që suksesi të jetë më i lartë. Suksesi të jetë më i lartë. Asnjëri s'mund të i bëjë të gjitha. S'ka nevojë të gjitha me i bëjë, po përcaktohet për një fushë, edhe ato do t'i bënë mas miri. Edhe ashtu hecë përpara. E vërtet, doktor, e përmendëm që prej intervenime me laparoskop më të shpeshta janë ato të kolecistës. Kolecisë apo Ilcës, po. Po, ilcës apo tëmthët, na tregoni pse quhet standardi i ortë. Po mendoj pse sidomos për kolecist apo për tëmth është laparoskopia është një standard apo një metodë shumë e preferuar se sa metoda tjera. Po ndoshta laparoskopia kur ka filluar pari, domethënë laparoskopia parë është bë kolecista me laparoskop është kryer intervenimi i parë i laparoskopisë. Kështu që të gjithë kirurgët besoj që mas pari i kanë nënshtruar këtij kursi të laparoskopisë me domethënë heqja e tëmthit me laparoskop, atëherë është aktivizuar edhe në fusha tjera. Për këta po flas për kirurgji të përgjithshme. Është standard i artë për shkak të atyre beneficioneve që i ofron vetë teknika operative edhe teknologjia përcjellëse. Barku nuk hapet. Ato vrimat cilat operative, cilat duhet bën në murin e barkut, janë minimale. Janë 5 mm dhe 10 mm. Për mes tyre kryhet intervenimi, diku rreth 1 orë është standard, më thonë. Ka raste që kryhen ma shpejt, ka edhe disa tjera për shkak të pezmatimeve të mundshme, anatomise, ku ta di unë, tjera që zgjasin ma gjatë, 1 orë gjysë, ndoshta edhe ma tepër. Janë raste të ralla. Standardi është se pas kryerjes së intervenimit, pacienti pas 3-4 orë duhet të aktivizohet të çohet në komë. Ai ka drejt me pi, ka drejt me hangër, në njëjtën ditë, njëjtën mramje, me qenë aktiv, me çu prej krevatit, me lëviz edhe për nevoja fiziologjike të vetat, domethënë me qenë total i aktivizuar. Që në kirurgji klasike nuk mundesh me ia ofru një gjatë tillë për shkak se plaga është shumë e madhe. Kështu që duhet me rujt pacientin 1 ditë, 2, 3 për me ardhur në të njëjtën gjendje. Tek ne kryesisht pas operimit qëndrojnë 24 orë. Është standard që përdoret në spitalet regionale, edhe në këto private. Njëjtën ashtu, por ka mjaft punime shkencore që laparoskopia ose kolecista me laparoskop konsiderohet kirurgji ditore. Kryhet në mëngjes, pas ditë shkon në shtëpi. Ndoshta ne hala e kemi atë frikën mos me çut njëjtën ditë shtëpi që din me pas ankesa, atëherë gjejnë atë shkakun pse më lëshovën në shtëpi. Që edhe këtu kem pas raste që kemi shut njëjtën ditë, po nuk kem mujt me bë standard se
Kur çdo zbohet me flet një anë spitali. As pak. Kështu që Doktore, ju keni sjellë edhe një video, kërkoj nga regjia videon një, ku është prezantuar mënyra se bëhet procedurën të cilën e përmendet. Zakonisht fillon me këtë futjen e portës parë nën kërthiz. Këto janë portat të cilat janë më moderne në krahasim me ato që kemi përdorur deri tash. Fryhet balloni pjesën e poshtme dhe nuk lejon daljen e gazit. Përpara nuk ka pas. Kjo është fryrja e barkut që bëhet përmes CO2-shit. Vazhdon me vendosjen e portave tjera. Kjo është nën procesus ksifoid në epigastrium, pjesën epigastrike. Kjo është porta me të cilin punohet mas shumti. Kjo është e dyta, ndërsa kjo e treta është për asistentin për mbajtjen e holecistës. Do thotë këto 3 vrima hapen? Po. Në fakt 4 ishtin në total. 4 vrima, kjo është prezantim nga brenda se si depërton një instrument. Domethënë gjithmonë vendosen me kujdes, sepse janë me maje. Kjo është holecista, idhësisht e parës, dhe ky është instrumenti me të cilin largohet ose hapet një hapësirë dhe ndarja e kanalit të idhësës prej kanalit i cili del prej mëlçisë. Domethënë ajo ductus cysticus prej ductus choledocus. Kjo është ajo aparati ose ai që e bën vendosjen e klipsave, mbylljen e kjo. Këto janë më të avancuara. Jo është material PDS dhe është resorptiv, në krahasim me ato që kemi përdorur deri tash, ato janë titan. Me këta bëhet mbyllja e kanalit të idhësës. 2 vendosen poshtë, një lart. Këtu prezantim se di çushi, kjo para se me u kput. E kem përdorur këtë metodë që në fillim bëhet një prerje ku vendoset një katetër i holl 3-4 mm. Kjo është elastik. Vendoset në ductus cysticus edhe fiksohet përkohësisht me një klips, përmes të cilit injektohet kontrasti, i cili ka me i vizatu rrugët biliare. Kjo është përdorur në fillim, që tashti shumë klinika nuk e përdorin, se për shkak të anatomisë e cila gjithmonë është kjo klips i përkohshëm, nuk shtrëngohet shumë. Për me leju kalimin e kontrastit, edhe mos me dal aty. Pamja kontrastit përcillet përmes monitorit të rentgenit, që duhet me qenë në sallë aty me e pa vetë. Përmes ti vizatohen rrugët biliare, edhe mandej hiqet katetri, sepse kontrast mandej shkon të poshtë, nëse gjithçka në rregull. Këta si metodë tani përdoret, që do të thonë vazhdon aplikimi i klipsave të ky rast. Te rastet me anatomi që nuk e je i sigurt se ka po shkojnë rrugë biliare, që mos të ndodh kputja e atij tubit tjetër ose gypi, kjo ductus choledocus. Mandej vazhdon me prerjen e arterjes, edhe heqja nga dal e idhësës, se kaq lehtë nuk hiqet. Ka punë. Ka punë, se ka njerë shumë ngjitun, edhe ajo varet prej rastit e në rast, vërtetësisht sa është shkalla e pezmatimit, shkalla e inflamacionit. Që na këto raste që i konsiderojmë matrona kemi dëshirë t'i trajtojmë pak me antibiotik që t'jenë më të përgatitur për intervenim. E nga njëherë nuk ka dhimbje faktikisht ai, edhe faktikisht bjen bukur shumë për shkak të humbjes së stresave, për shkak të ngjitjeve që krijohen, domethënë e vështirëson edhe zgjat atë kohën e intervenimit. Doktor, flasim pak për pacientët të cilët duhet
nënshtrohen një intervenimi të tillë. Po më intereson. Para përgatitja, duhet bëni para përgatitje specifike në ne, çfarë anestezioni përdoret dhe a duhet sigurohet gjak, se të ne duhet sigurohen gjak për intervenime operative në princip. Në princip, përgatitja është e njëjtë sikur të rastet klasike që kemi bërë përpara, pacienti udhëzohet që të mos merr ushqim të rënd gjatë ditës para intervenimit kirurgjik. Domethënë në mramjen e darkë lehtë, e lëngshme, më thonë, edhe të nesërmen asgjë nga goja. Të nesërmen kur vjen në spital, asgjë nga goja. Tjetë lukti i zbrazit për shkak të anestezionit të përgjithshëm, i cili është pothuajse gjithmonë i domosdoshëm, përveç në disa raste kur ka pas rast kur kemi anesteziolog të vendosin edhe për anestezion spinal ose spinal për shkak të gjendjes së përgjithshme. Atje nuk e dirigjojmë ne, po vendos anesteziologu. Ka kardiomiopati, sëmundje tjera të mushkënive të zemrës, nuk guxon me e intubu për shkak të mos oksigjenimit mjaftueshëm gjatë anestezionit, kështu që vendos për spinale. Gjëja e cila për ne është pak më e vështirë, sepse nuk i ke atë luksun e rehatin, relaksimin e muskulaturës, po megjithatë kryet. Po duhet më kry, po. Doktor, edhe aktiviteteve normale, jetësore, pacienti mund të kthehet pas disa ditësh? Apo? Pacienti kthehet të nesërmen. Nëse sot operohet, të nesërmen shkon në shtëpi në 99% të rasteve. Edhe pse qysh në mbrëmje, ai duhet të çohet prej shtratit, të aktivizohet, të ecë rreth shtratit, të del edhe në korridor, të jetë plotësisht aktiv që nesërmen ai të jetë në gjendje që nga dhoma të del në kam vetase, jo me përcjellje ose me përcjellje të majca, nëse është për asisoj, domethënë ai ka edhe të lashe tjera për të cilat ai duhet me ndajt një ditë ose dy tjera, tu konsultua edhe specialista tjerë. Po në princip, po flas kjo metode mundson që ai të nesërmen të shkon në shtëpi. Të rastet e shumta. Doktor, faleminderit për deri me tani, ishin shumë sqarime të dobishme për të gjithë ne. Flasim pak për trajtimet kirurgjike të obezitetit, apo siç quhet me terminologjinë mjekësore, kirurgjinë bariatrike. Po. Çka është dhe cilat janë qëllimet kryesore të kësaj kirurgjisë, doktor? Kirurgjia bariatrike është përdor shumë herët përmes kirurgjisë klasike, me metoda të ndryshme që më të vërtet janë të shumta. E kur them të shumta, atëherë dihet se asnjëna nuk e ka arritur atë qëllim për të cilin është kry. Nuk kanë qenë asnjëherë të kënaqur, prandaj kanë bërë modifikime të ndryshme me reseksione parciale, me transpozicion të zorëve prej një niveli në nivel tjetër, me shkurtuar rrugën e qarkullimit të përmbajtjes së zorëve për me arrit humbjen e peshës. Ndërsa në laparoskopi, me laparoskopi kur ka fillu është bën ngushtimi i lukthit, tu e rujt anatomin fillestare, domethënë atë lakurën e vogël, kurvatura minor, si e thon, ajo ruhet në tërësi dhe lukthi e merr formën e bananës. Me një trashësi e cila është sa zora 12 gishtore ose sa fillon te ezofagu, ajo trashësi vazhdon deri aty. Domethënë pa duke humb rezervuarin në përgjithësi. Kjo mundësi, domethënë kjo teknikë operative është shumë efikase, meqense përcjellet edhe nga teknologjia, kryhet përmes steplerave që janë e bojnë premin edhe qepjen e menjëhershme, 4-5 varet prej tyre përdoren, besoj që do ta shohim edhe përmes ekranit. Patjetër. Edhe kërkoj video numër 2 për procedurat bariatrike më të shpeshta, do flasim edhe. Kështu që e ka thjeshtuar shumë punën operative krahasim me ato që janë përdorur përpara. Paraprakisht vendoset një sondë që është me trashësi diku rreth 2 cm, që përdoret si
udhërëfys që mos me te i kalu atë pjesën, ajo prej ezofakut del deri në duoden, edhe ajo e dirigjon vendin se ka do të bëhet kjo prerje edhe ngjitje me njëhershme e murit të lukthit. Kjo është ai stepleri i cili aplikohet përmes atyre vrimave që i përmendëm pak më herët. E gjithë kjo pjesa tjetër nxirret prej abdomenit, edhe kjo është e gjitha që përdoret që në Turqi për një orë gjysmë kryej procedura. A zhvillohen këto intervenime edhe të ne në Kosovë? Kanë filluar edhe këtu të përdoren, po më duket më shumë klinika private. Besoj që nuk është ndonjë mungesë e madhe, të gjitha këto gjenden nëpër këto klinika, besoj edhe atje në Prishtinë ka mundësi mu kry. Këto duhet vetëm trajnimet me qenë nivel. Disa po vinë edhe prej shteteve tjera, po i kryjnë këtu, domethënë është e mundshme mu kry. Kjo garanton humbje shpejt të peshës për fillim, mandej ka ndër ato që mas intervenimit që fillojnë ato, të thonë, ankesat e pacientave se unë kom fillu më shtu pesh prap. Po është fakt se domethënë ai përkundër pse hiqet lukthi, prap kjo pjesë mbetën ka mundësi dal nga dal të zgjerohet, edhe ai nëse don me shtu pesh, nëse don o fjala. Kujdesi duhet me qenë përhershëm. Kujdesi duhet me qenë prap i përhershëm. Nëse ai gjatë një viti për shembull e ka arrit qëllimin, nuk do të thonë që tash duhet me vazhdu me hongër çka donaj që ka hongër përpara. Se përndryshe ajo pjesë din me u zgjanu edhe faktikisht dal nga dal me e marr peshën. Mirë po ata që janë të kujdesshëm zakonisht janë të kënaqur. Doktor, na kemi pas mysafir në emisionin tonë dhe profesionistat që mirën me dieta, me mënyrë të shëndetshme të jetuarit, dhe besoj që edhe ju pajtoje që intervenimi kirurgjik, si ky që e pam në ekran, duhet të lihet si i fundit dhe duhet të tentojmë që me mënyra të natyrshme ta mirëmbajmë peshën dhe mos të vje puna deri te intervenimi kirurgjik. Çdo pacient që paraqitet i ka ato kriteriumet që e lejojnë intervenimin kirurgjik. Është pyetja e parë te pacienti që i bëhet çka ke bërë deri tash për me humb peshën. Edhe normal që ai thotë kom provu këtë dietë të ky, kom qenë të haje. Domethënë i ka harxhuar ato mundësi që këta që merren me këtë lami, thonë i kanë harxhuar ato sepse nuk ju kanë përmbajt. E kanë një thanje, më tha bilej doktor Luani, se vazhdimisht thonë se unë nuk po ha, po trashna. Tha, kom një fotografi të një pacient jo, po një personi që është i kampit për shëndrimit, për fat keq. Thomë që kjo është ai që s'ka hongër. Domethënë, nëse s'han nuk ka mundësi mu trash, po oreksin është shpesh vështirë me kontrollu. Ja shumë arsye. Sidomos në kohët sotit kur janë gjitha ato ushqimet sillen poshtë përpjet. Edhe është vetmja mënyrë që domethënë një drastike me uli herë, tek atëherë bindet që po bëj kam ndajt pa hongër. Atëherë edhe shes që nuk ka çrregullime organizmi nëse mbetet pa ushqim, se ai prap ka mjaftueshëm. Doktor, efekte anësore ka diçka në organizëm? Jo, efektet anësore nëse nuk janë psiqike o fjala, se kur nuk han ai fillon kompleksi, si ka mujë me hongër, ç'është mujë me jetu pa hongër, domethënë duhet paraprakisht me punu me ta, me i bind se kur hiket lukthi, dush me ditë që s'ki mundësi ti me hongër sa duhet, se nuk zan më tepër. Faktikisht ajo hapësirë që ka mbet me 3 kafshore që tonat që i hajnë bukë, s'ka më tepër. S'ka vend edhe ai nuk mundet as nuk ndërpret refleksi. Ai ndin veten të ngitë dhe nuk e merr, s'ka urimo. Prandaj edhe organizmi atëherë fillon me i shterr rezervat që i ka. Normale pjesa fillestare është humbja, domethënë lodhja, ato duhet mu përcjell me një pushim, me një angazhim jo të prun.
Po me ushqimet që i përballon, domethënë me marrë sasinë e duhur të ushqimit, po ushqim normal. Ushqim normal. Do thonë në fillim të emisionit përmenda që laparoskopia përveç përdorimit ditor përdoret edhe të ndërhyrjet ku bëhet fjalë për kancer të Zorës trash. Ju keni sjell një video, kërkoj video numër 3, ku flitet për aplikimin e laparoskopisë në kirurgjinë onkologjike. Sigurisht që në fillim e përmendëm që fusha e aplikimit të laparoskopisë është zgjanu mjaft, domethënë eliminimi ose operimi i tumoreve të zorës së trash sot është në trend dhe punohet në gjithë botën, edhe te ne punohet. Kjo është ajo zora e trash, mënyra e qarkullimit të përmbajtjes së zorëve. Edhe varësisht se në cili nivel të zorës trash paraqiten ndryshimet karcinomatoze ose të tjera, koliti ulceroz, sëmundja e kronit, obstruksionet e pa identifikuar, këto janë polipet. Doktor, do thotë edhe kjo është një metodë e cila në botë me siguri përdoret në mënyrë. Atje është rregull te tumoret e kolonit, për shembull, pa e fillu intervenimin me laparoskopi nuk vjen shprehje në mënyrë klasike. Duhet gjithsesi me fillu me laparoskopi. Standard që nëse nuk bën kurrësi për shkak se intervenimet më parashme që nuk lejojnë hymjen brenda, nuk mundet më kriju hapësinë, atëherë diçka tjetër. Te këto raste mundësit janë të ndryshme, domethënë qasja operative është të ndryshme në cilin anë punon kirurgu, por kjo është një prezantim i thjeshtë se si një pjesë largohet, ndërsa pjesa tjetër përmes aparaturave speciale që i përmendëm parës, atyne steplerave që janë të ndryshëm, janë edhe cirkular të këto raste që mujnë mu apliku, ose janë raste kur mrena për mrena kryet në mënyrë laterale, domethënë të dy anshme. Ndërsa këtu të disa tumore që duhet me elon stomen, sepse laparoskopia nuk eliminon mundësinë e vendosjes së stomës kur hiqet tumori, nëse tumori ka infiltruar komplet anusin. Do thotë stoma për publikun ta sqarojmë doktor. Stoma është një ventil që lihet, varet, mundet me qenë e përkohshme ose e përhershme. Të tumorët të cilat e kanë kaluar fazën e intervenimit kirurgjik, edhe pse hiqen pritet me qenë recidiv i gjandrave ose nuk ka mundësi mu hek në tërësisë nëse gjithë muskujt e rektumit të anusit janë përfshi nga procesi malin, atëherë nuk ja vlen, aty nuk ke zgjidhje tjetër vetëm me elon stomën e përhershme. Domethënë një ventil me qese, edhe ai vazhdon jetën aq sa ka mundësi të trajtohet me terapi pas intervenimit kirurgjik, me citostatik. Dorsa këto të përkohshme përdoren edhe te lëndimet, edhe te ileuset të ndryshme, domethënë ku nuk ka mundësi me qarkullu përmbajtja, stoma lihet për një kohë të caktuar derisa të qetësohet situata, mandej prap kthehet mrena dhe lidhet zora me zorë. Që ka mundësi edhe me laparoskopi edhe me kirurgji klasike të dyjat. Doktor, ta demistifikojmë pak pajisjen e laparoskopit, flasim për disa pajisje apo pjesë të laparoskopit për të cilat ju i përmendet disa herë, e t'ju bëjmë atë qarta edhe publikut. Video numër 4, ju lutem regjia. Edhe pse i vlerësoni që janë aq të rëndësishme. Janë këto instrumentet që mësoni juve me kry këtë shërbim. Punohet. Por ky është ai stepler që e përmendëm, kjo stepler cirkular, që zakonisht përdoret për ngjitjen e zorës së trash, por edhe të zorës holl varësisht prej dimensionit. Domethënë, në shumicën e rasteve përdoret te tumoret e rektumit, tumoret e sigmes, domethënë anës së majt të zorës trash, sepse aplikohet prej anusit. Prej si jashtëmi vendoset
bëhet lidhja zorës me zorë përmes këtij stepleri, edhe ky eliminohet del për jashta. Domethënë, pa e hap barkun. Ndërsa ata tjerë që do t'i përmendin, që do dalin, që nuk janë cirkullar, po janë i përdorin ato si shangjer që i thojmë na, bojnë lidhjen e zorës me zorë, por në mënyrë laterale. Kjo është përgatitja për stepler cirkullar, vendosja pjesës distale. Kjo e afron edhe i ngjet të dyjat me këtë lëvizjen. Këto pajisje ekzistojnë edhe në spitalin e Gjakovës? Po, në çdo spital ekzistojnë, deri vonë bësas nuk ka pas, o deshke me i ble pacienti vetë. Tash i kanë siguruar spitali, edhe po, tash domethënë edhe klinika i ka këto. Edhe çdo klinikë private, nëse do me punu diçka, duhet patjetër me i pas këto. Kjo është një prezantim i thjeshtë se si lidhet zora me zorë, domethënë shumë më afër ndoshta për pacient se sa për kolegët. E gjithë kjo procedurë është brenda barkut. Këto dy pjesë afrohen mes veti dhe lidhen. Përndryshe, këta steplera cirkullar edhe në kirurgji klasike e kanë gjetë aplikimin e vetë. Edhe kur është barku i qelen, për me qenë më i sigurt në anastomoz që krijohet përmes këtij, o shumë më mirë me stepler se sa me dorë, ajo është, s'ka diskutim aty, sepse ngjitja bëhet me 3 shtresa të këtyre klipsave që e garantojnë fortësinë, domethënë të anastomozës që krijohet përmes këtij aparati. Doktor, e përmendet trajnimin e juaj për laparoskopi. Ka zgjatë një vjet thatë në Beograd, edhe një kohë mandej në Itali. Po, faktikisht në Itali kërkohet trajnim i veçantë apo? Po, trajnim një mujor ka qenë masi u deshke me prit në Modena të Italisë në 2001, domethënë gjatë muajit mars. Masi jam kthyer prej trajnimit të Italisë, atëherë kam filluar me punu, me qenë se u sirun edhe ato instrumente. Ndërsa masi fillova vetëm, i kryjm dikun një 50 operacione deri në qershor. Domethënë për 2-3 muaj, as 3 muaj si kem bë. Atëherë kem organizuar një seminar të laparoskopisë, ishte i pari faktikisht në atë kohë se ishte situata e tillë. Edhe i bëm ato ftesat kolegëve Pej, Prizren, Prishtinë, domethënë e patëm mysafir këtë profesorin ka qenë Gianluigi Melotti prej Modenës. Ai ishte shef i klinikës kirurgjisë atje. Erdhë dhe përfaqësuesi i aparatit GIM-it, domethënë, edhe kjo shef me pa prezantimin. Prezantimi u bën në Hotel Jakova gjatë ditës, ndërsa pjesa operative në spital, ai kreu dikun ja 3 intervenime kirurgjike, 2 holecista dhe një eksplorim, që mendonim se është tumori cekumit, mirë po doli se është vetëm një appendix i gangrenizum, edhe kreu me laparoskopi pa problem. Që për një është diçka re appendixi atje në atë kohë me krymë laparoskop, edhe pse ishte pak më i vështirë ai kreu, se kish marrë edhe disa instrumente shtesë të vetat që na si kishim në atë për ato. Edhe atë e kreu, kështu që ishte një prezentim shumë i mirë për atë kohë i këtij niveli të laparoskopisë. Po, ne kemi vazhduar mandej punën me holecista, appendiksa aty këtu disa raste kem pas mirë, po në krahasim me holecistën, te appendiksat nuk kemi lëshu fort me laparoskopi, me qenë se appendiksi ka të natyrën tjetër që din me qenë plaga zakonisht nuk është e madhe, kështu që nuk lakmojnë fort me qenë gjithmonë me laparoskopi. Edhe kur është i pezmatun shumë të merr kohë më tepër. Adi, kështu që i kemi lënë edhe në përgjithësi edhe jashtë nuk është domosdoshmërisht appendiksin me krymë laparoskopi. Kryesisht, adi nuk
janë diku rreth si barës, me thonë. E kuptoj. Doktor, për dobit dhe përfitimet në përgjithësi të pacientit, nëse intervenohet me laparoskopi, ju i tregut, na tregoni për ju si kirurg, cila është më lehtë si metodë kirurgjia tradicionale apo laparoskopia? Shona kirurgjin tradicionale se të hapun e kemi mësu gjatë specializimit faktikisht, që normale edhe të gjithë mësojnë, edhe në të ardhmen. Është obligative kirurgjia e hapun. Sepse ajo vegza fundit, kur gjë nuk bën, duhet po hap. Atëherë nuk qyret sa është plaga madhe. Se kur s'ke mujt me laparoskopi me kry, atëherë nuk ki pse kursen për kirurgji të hapun. Mirë po ajo është baza kirurgjisë. Për cila është ma lehtë, mendoj se për mbi 90% të rasteve, ose 90% shumë pak kemi raste që i qelim që nuk muj me kry, se gjithmonë janë të lidhën ose me anatomi që është e vështirë, nuk ki qasjen elemente kur të qysh, e që veç hub kohë se nuk ka, s'mundesh as mjanis. Atëherë hapen. Ose eventualisht ndaj komplikim i cili shkon me një anatomi të çrregullt, edhe nuk ka mundësi në gjakderdhje, sidomos nuk mundet me u zgjidh me laparoskopi për shkak të fushës ngushtë, edhe hapen. Po në përgjithësi është shumë ma lehtë mu hek me laparoskopi se sa klasike. Për shkak të qasjen e kiti prej poshti je shumë afër, rritja që bëhet përmes kamerës edhe monitorit ta mundson me qenë shumë ma komod, shumë ma sigurt për pacientin, përveç aty në rasteve që ka raste që s'ke mujt as mjanis heq. Pse fryrja zorëve ato të jithësën gjithmonë e ki për mrapa ndajna. Dhe atërë s'ka metodë tjetër, s'ka du të piqel. Atërë qelet edhe të vinë edhe 2 kolegë tjerë me asistu për më mujt me hek. Jo pse o ma letë, po zgjidhja vetme. Po është domosdoshme. Doktor Emi, ka fundi emisionit, pa të dëshirë të flasim për të ardhmen e laparoskopisë dhe kirurgjisë në përgjithësi, si e shihni ju? Po unë i përmenda që punohet koloni, punohet lukthi, po punohen me laparoskopi shumë gjëra. Punohen cistat domethënë edhe tumorët, hikset edhe kjo shpnetka, bëhet reseksioni melqis, bëhet reseksioni i pankrasit. Po flas për ata që kanë avancu vetveten, që janë përkrah prej vetë klinikave, qofshin ato private ose të shtetit. Po jo tek ne nuk punohen gjitha, për fat keq nuk punohen gjitha. Këto që punohen jashtë, duhet me i pranu se ato punohen. Se na nuk kemi arrit në atë nivel, është diçka tjetër. Megjithatë, e ardhmja, kjo laparoskopi është ajo që ka sjell, domethënë me të ardhmen e saj me robotik. Robotikën kom pas rast me pa në Turqi, është pothuajse e njëjtë, se me pa në monitor duket se dikush ka punon me laparoskopi. Ka dallim pak te instrumentet, sepse ato njëherë i vendosen pacienti, nuk ka më rëndësi është këtë sallë, është me një qytet tjetër. Sot me internet e me këto gjitha ato bëhen prej largësisë. Ai që punon me ato joystick që janë të gjitha të vendosun me unaza, domethënë secili gishtë ka atë funksion, është një trajnim special që bëhet. Preciziteti është shumë i sigurt. Ato instrumentet e tyre i kanë edhe 2-3 lakesa tjera që ja mundsojnë atij me punu, edhe nëse duhet me bë qepje, domethënë preciziteti është ajo që është arrit me robotik. Edhe pse koha e operacionit është pothuajse e njëjtë me këto të laparoskopisë, preciziteti është diçka tjetër. Aty janë milimetrat në pyetje, janë shtresat, cilat e mundsojnë në mënyrë sa më fiziologjike me u hek, se jo vetëm me heka. Preciziteti është shumë më rëndësi, prandaj robotika ka arrit një gjatë tillë, edhe
e ka arrit ata që tash është me kompjuterizëm e me këto teknologjinë e telemedicinës largësinë, që thash nuk o mërën si kosht pacienti, ta lidhen me internet, që ku kanë prezentuar mas pari operacionet e para prej Amerikës, punohet në Britanitë të Madhe, vetëm me internet që është stabil. Dhe kjo do tjetë e ardhmja se ku të shkon ma ndaj, nuk e di. Do thot shumë faleminderit për gjitha këto informata kaq dobishme, por tash për një person i cili e ka gjithë këtë përvojë, kirurgji në përgjithësi, mjekësi, sidomos laparoskopi, e përmendëm edhe një herë, përkundër modestisë juaj, unë më duhet të ritheksoj se jeni që 25 vjet që punoni në laparoskopi e pothuajse 30 vjet që keni filluar me trajnime edhe me punë lidhur me përgatitjen e juaj. Pacientët apo publiku ju nëse dëshiron, ka nevojë për ju, ku mund t'ju gjejë dhe si mund t'ju kontaktoj? Për momentin jam në klinikën Lindja ku kanë filluar intervenimet kirurgjike në Prishtinë, po ashtu edhe në klinikën internacional, do të thonë Spitali Internacional në Pej. Atje më rart plot, po edhe këtu ke mundësi me punu masdite në Pej. Këtu jam zyrtarisht faktikisht, mund çdo ditë me kontaktu të dy klinikat, me organizu këto intervenime. Përveç IELTS-s, do të thonë edhe ngushtimin e luktit, edhe e ka mundësi të bëhet, edhe e punohet, edhe të tumorët e zorës trash, pa problem mund të organizohet operacioni i tyre. Edhe mendoj që të gjitha tumorët e kulonit duhet të fillohet me laparoskopi, sa më herët. Unë mendoj që pa u kry intervenimi kirurgjik të mos i nënshtrohen kimioterapisë përveç rasteve të rralla, kur e kanë kaluar atë kohën e artë, se po humbet, çdo kohë e humbun do ta vështirëson operacionin, por do ta ngushton edhe atë përqindjen e suksesit. Rrit mundësinë e metastazimit. Po, metastazave edhe atëherë po humbaja përqindja e suksesit, edhe komoditeti i pacientit mas operacionit nuk është njësoj. Nëse kryhet me kohë, si çdo intervenim onkologjik që kryhet, duhet më kryj sa më shpejt. Mundun. Edhe tumorët e gjinit, edhe ato punohen, po pa laparoskopi, për momentin se çashtu kanë anatominë që edhe ato punohen, po edhe ato mos me hub kohën pacientave, shko me u trajtu një herë, vetëm pse e din që dikush ka me e trajtu me kimioterapi. Vjen operacioni mas pari, hiqet masa e madhe, tek mandej nënshtrohen aty në gjanave tjera, nëse do të ketë nevojë, se ka raste që nuk i kanë trajtu fare. Kanë dalë gjitha parametrat mirë dhe japin krejt diçka tjetër jo citostatik. Ndoshta kishme qenë zgjidhja më e mira, po kur vinë me kohë, intervenimet onkologjike e kanë suksesin e garantuar. Kur po shtyhen, shkon të ra përqindja. Sigurisht, doktor, shumë faleminderit për gjitha këto që i diskutuam dhe i bashkë biseduam. Për fund, e ka një pyetje personale për ju. Doktor, ju keni qenë mjek në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, keni statusin veteranit në një nga periudhat më të lavdishme, më të vështira të vendeve të kombit, dhe keni parë nga afër dhimbjen, mungesën, sakrificën. Përderisa na sonte folën për laparoskopinë moderne, teknologjitë moderne që përdoren te ne edhe në botë, ju gjatë luftës keni bërë operacione në kushte minimale. Bile keni pas tash vonë TV-syri ka prezantuar dhe një seri intervistash me mjek të ushtrisë jonë, ku keni qenë dhe ju, nëse s'gaboj, intervista është zhvilluar në spitalin ushtarak në Dobrosh. Doktor, gjatë kësaj kohe, ju me siguri keni pas shpresa që kur të vjet deri te përfundimi dhe çlirimi jon, përfundimi i luftës dhe çlirimi i vendit, do të ketë një ardhmë tjetër të mjekësisë.
Tash, nga kirurgjia në kushte lufte, dhe tek laparoskopia moderne sot, në tregoni se a janë plotësuar ato ëndra dhe shpresat tuaja që i keni ndruar të herë. Është plotësu një ëndrës e cilit për fat mirë, që e kemi lirin që ndoshta edhe s'kem guxu me imagjinu që do të largohen prej këtujit. Kem pas frikë, as se kem mujt me imagjinu se ata do të largohen prej këtujit. Po kemi arrit atë, kemi arrit me sakrificë të madhe. Ushtarët e lirisë ka qenë kënaqësi e madhe me i pa çfarë vullneti kanë pas gjatë luftës. Edhe gjatë trajtimit për shembull mos me reagu, domethënë kanë qenë aq të vendosur se ko pas ko nështë edhe me fjalë kështu kur i ngutshim, a u fregova, u kthej kush më fregu dhe stutna, domethënë ishin plot shpresë. Ajo t'jep kjo siguri një farë mënyrë. T'jep kjo siguri e nishe vetë të sigurt kur delshë atje, në anën tjetër. Po, kur vike koha më u këthym shpethësh, a këta kanë marrë vesh gjithë, tash që më konë une. Ajo ish brenga kryesore, se s'kishe bes kërkuj me të regu. Që si situate ka qenë që e dinë gjithë. Ajo është realizu një andër për fat mirë, që si kemi këtu. Po, edhe është arrit, kjo pjesa, dhe më thonë, nuk o që sështë ka punot, ka fillu laparoskopia, kanë mësu kolegët, edhe gjitha spitalit në ka aplikojnë, po duhet pak ma shumë me hecë. Duhet mi bo dhe hapin tjetër, që kjo duhet përmes qeverisë, përmes ministrit, ata duhet me i dhonë këto propozime, se jo gjithmonë me shku prej nesh, jo na me kërku. Këta duhet, nështë edhe dikuj mi a bo dhe kusht, ti ki me shku këtu, ose ka pas gjithë një drejtim që ti i ka donë me shku në trajnim. Gjitha trajnimet i këmë kryjnë me bazat mija, me paret mija, se s'ka, as njerë s'ka pas. Edhe sot me dash për shku me një kongres jashtë shtetit, s'ka pare, që janë të ndarë ato pare, po ato po kësë përdore. Aja egziston fondi, se e ki në ligjë, në ligjë e ki që egzistojnë fondet. Për zhvillim të vazhdueshëm. Për zhvillim të vazhdueshëm. Po jo. E du me qenë obligative, jo më shku në kongrese që vinë këtu atjetet ne për pik. Ne mi ka shkojmë, me i bo që ato pik edhe me arsitu vetë vetën. Për ndryshe, ne kemi stagnu në drejtim. Pse? Se ka stagnu vetë qeverit që shtu kanë, ose edhe, nuk më varet shumë tash prej neve. Tash, aje nuk zgjidhet me luft, po duhet. Ata njerëz duhet me zgjidh, qeveria duhet me zgjidh atë problem. Se jo ne... Do të shumë faleminderit edhe herë, shpresoj që do takohemi në ndonjë emision kur të zgjidh dëshirë, rregullohet edhe pak situata, mbase edhe në nivelin kombëtar ku bëhet fjalë për miksi. Unë për fund mbetet edhe një herë të dashur shikues të përmendni që laparoskopia sot nuk është më thjesht një alternativë, por është një standard me përfitime shumë të mëdha, komplikacione më të vogla dhe me një rikthim më të shpejtë në jetën e përditshme. Po ashtu, lejoni të theksoj se ne në Med Plus përpiqemi të përcjellim lajmin si informim të drejtë dhe si një zgjidhje të duhur në kohën e duhur dhe nuk kemi pretendime të tjera përveç promovimit shëndetësor dhe edukimit shëndetësor të publikut. Ndërkohë dhe gjithmonë të kujdesemi për mendjen dhe trupin ton. Kaq kishëm për sonte. Bashkë mirëposh. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.